Populli i Shuaibit kishte edhe një arsye pse u dënua, ishte mund ta themi vendosja e haraqit, respektivisht ndalja e njerëzve për të marrë pasurinë e tyre, për të bërë një lloj tatimi ndaj tyre, pra merrnin në mënyrë shumë të padrejtë. Çështja e haraqit është arsye pse Allahu ka shkatërruar popull. Nëse ajo bëhet fenomen, dhe jo vetëm, por shoqërohet pastaj me fenomene tjera që janë negative, atëherë me domos do të na gjej edhe neve në këtë kohë ajo që e ka gjetë popullin e Shuaibit, popullin Medjen. Sepse haraqi pra që ti vendoset me forcë, me dhunë, me forcën e pushtetit, me forcën e armës, me forcën fizike të trupave të njerëz, me forcën e numrit të ushtarëve të tjera, të imponosh agenda, të imponosh misionet të caktuara dhe të punosh pastaj të nxjerrësh njerëz që punojnë ekskluziv për ty në gjëra të tilla. Kjo është ajo që ne duhet të analizojmë se si e ka ndikimin kjo çështje. E ti pastaj ti të ndrosh njerëzit me forcën tënde, që ata të t'japin pasuri e cila nuk të takon. Ti kushtëzosh ata, ti shantazhosh me lloj metode që ata të detyrohen që të bëjnë atë pagesën e tatimit ndaj teje, në mënyrë që ti t'ja mbulësh një tmet, në mënyrë që ti mos e zbulosh realitetin e atij njeriu, në mënyrë që ti ta shpëtosh nga dënimi eventual, nga burgimi, e tjera, pra janë gjendje ata njerëz që të humbin krejt karrierën pas veprimeve të tilla, duke u munduar që haraqxhinjve t'u plotësojnë dëshirat, sepse këta tashmë janë prioriteti, e që kjo i bie se mëkatet e tua kanë çu që ky personi që çet haraq të jetë me pushtet mbi ty. Kjo është pra ai turpi, ta themi i kohës dhe mënyrave që mund të jenë në funksion të kësaj që po flasim.